Ja ku jemi bashk prap dashur mish në pjesën e dytë e emisionit kam paralajmëruar që do të flasim për një temë pashtu shumë të ndihshme. Fatmirësisht kemi numër të madh, kemi kapital të psikologëve dhe të psikiatrëve të cilët funksionojnë në shoqërinë tonë dhe që fatmirësisht janë profesional të përgjegjshëm për trajtimin që duhet bëjnë karshi pacientëve apo klientëve të tyre. Fatkeqësisht, në anën tjetër, kemi shumë qytetarë, shumë pacientë të cilët kanë nevojë. Dhe kjo nevoja e marrjes terapive psikologjike ka filluar të ndryshojë viteve të fundit, marr parasysh që një kohë të gjatë, sidomos para dhe me njëherë pas luftës, ka qenë edhe tabu. Ose nuk kanë shkuar fare, ose nuk kanë marrë shërbim fare, ose kanë marrë shërbim duke u fshehur, duke mos e thënë, duke mos e pranuar. Kur them që ka ndryshuar si tabu, është që tash e diskutojmë për problemet tona të shëndetit mendor. Kemi edhe fytyra publike që dalin çdo ditë në media dhe tregojnë një sfidë që kanë kaluar me përballjen e problemeve me shëndetin mendor. Dhe është në rritje po ashtu numri i krejt atyre që marrin shërbim tek psikiatri. E mira e kësaj është që jemi më të kujdesshëm karshi shëndetit tonë mendor. Nëse i nalim dhe i barazpeshojmë të mirat dhe të këqijat, gjithmonë janë ato të barabarta, sepse kur s'ka më shumë ose më pak. Sot do të flasim për problemet e shëndetit mendor, deri tek ato probleme që kemi nevojë në përdorimin e antidepresantëve, mënyrën e përdorimit tyre dhe çka është më e rëndësishmja, mënyrën e ndërprerjes së përdorimit të tyre. Natyrisht që për me diskutuar një temë kaq të ndihshme, duhet të trajtojmë dhe të marrim përgjigje nga profesionistë që tash sa vite çdo ditë të jetës së tyre trajtojnë dhe përgjigjen në pyetje të tilla me pacientët e tyre. Normalisht që një ndër ekspertët dhe psikiatrit më të mirë që e kemi edhe mik të familja jonë, e kemi doktor Bujar Berisha, të cilin e kemi në studio tash. Mirë se jeni doktor Bujar. Mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi me të pa studio. Gjithashtu. U mundova me përmbledh në disa pika një temë që është shumë delikate, po që njëkohësisht po flitet shumë dhe sikur ka filluar të jetë pjesë e jona. Nuk po turprohemi më ta diskutojmë dhe ta themi hapur. Edhe këto janë prej problemeve më të lehta, e nëse nuk trajtohen, rëndohen dhe vim deri tek psikiatri pastaj. Kur një psikiatër e shet nevojshme, se jo çdo herë një person që vjen te psikiatri del nga zyra me një listë medikamenteve. Është fakt që nuk del, mirë po tek në shumicën e rasteve po. Te psikiatri zakonisht prezantohen rastet që janë pak më të rënda. Po. Po ato që janë më të lehta shkojnë në psikoterapi. Po. Dhe një pjesë e madhe e tyre, meqense jemi për antidepresante, po, ju përshkruhet antidepresant. Antidepresantet i takojnë një klase në qim psikotrope, meqense reagojnë në tru, dhe me reagimin e tyre në tru, ato krijojnë një balancë biokimike të trurit, duke reaguar në disa hormone ose neurotransmiter në rregullimin e tyre. Dhe ne kemi shumë neurotransmiter që ndikojnë në disponimin tonë, ndikojnë në energjinë tonë, ndikojnë në gjumin tonë, ndikojnë në frikrat tona që e quajmë ankth. Dhe antidepresantet është ajo klasë e medikamenteve, ilaçeve, që reagojnë mjaft mirë. Dhe, domethënë, përdoren për një kohë të caktuar, po kur të them të caktuar, pak më të gjatë se ilaçet tjera, të mjekësisë së përgjithshme. Po, këto përdorimi i antidepresantëve kur një pacient fillon përdorimin e tyre, mas sa ditëve ose javëve fillon ta dallojnë ndryshimin në problemin që ka, qoftë në gjumin, qoftë në anktin, qoftë në frikat që i përmene. Okej, antidepresanti nuk është ilaç si paracetamoli, që të reagojnë më njëherë. Mas 2 ore. Po. Antidepresanti reagon mes 2 e 4 javësh. 2 deri në 4 javë. Me faktin se ai duhet të dëpërtoj deri në qeliza nervore. Truri është mjaft selektiv për ilaçet, dhe kështu që ka shumë probleme derisa të ngjitet atje. Dhe zakonisht vrehen fillimisht ma shumë efektet anësore që i japin,
po që janë efektet të lehta, gastrointestinale ose një marramendje lehtë, dhe pas 2 jave vetë pacientat e shohin ndryshimin. Dhe mandej, periudha për ta marrë, kërkon kohë disa mujore. Pavarësisht edhe prej gjendjes së pacientit, po. Gjithmonë ju them unë pacientave të mi, po me siguri edhe kolegët e mi, se në momentin kur gjendja përmirësohet ose stabilizohet, dhe doktor, jem mirë, antidepresante nuk më ndërpritet atëherë, po do të vazhdoj 6 deri në 9 muaj. Edhe kur ndihet mirë. Po, edhe kur ndihet mirë. Me faktin se thamë se krijon një balancë kimike në trurin tonë. Po. Tash ne nëse tërhekim njëherë, truri jonë është mësuar me qatë balancë. Dhe çfarë ndodh? Fillojnë mandej simptoma më ndryshe, të ketë si rrëmime në trup, të ketë një frikë se e la ilaçin, çka ndodhi me to, do thotë ndikon qoftë në sistemin e sjelljes së individit, po edhe në sistemin e njohjeve, të menduarit të tij kognitiv që e quajmë ne. Dhe kështu që e ka ndjenjen se mos po rikthehet. Për atë arsye, antidepresanti përdoret që trunin ton ta kthejë në zero, ta ristartoj. Për shkak të asaj se nuk mundet disa prej neurotransmiterëve ti përqoj në një mënyrë të rregullt. Dhe këta reagojnë ata, dhe janë disa të njohun që i njeh flasë populata e gjerë, është serotonina, është dopamina, noradrenalina, adrenalina. Këto janë 4 kryesore që janë përgjegjës qoftë për disponimin, për ankthin, për sjelljet tona, për çrregullimet kognitive, problemet me të cilat ne nuk arrim të funksionojmë ashtu siç duhet të funksionojmë. Po, kur themi se fjala antidepresantet, automatikisht qytetarit, njerëz, pacientet, ishte me mendu, po unë s'jam depresion, s'kam nevojë për antidepresant. Antidepresantet janë për problematika të ndryshme. Antidepresantet është fatmirësisht e kanë një gamë të gjerë të reagimit. Më thonë, ma mirë është një antidepresant që nuk bosh i varun prej ti, se sa një ilaç tjetër i cili e ka efektin e shpejt, mirë po mandej është problemi i vartësisë nga ilaçi. Për atë arsye do të tash antidepresantet janë ilaçet në rangun e parë, të cilët duhet të fillohen. Edhe përkundër asaj që reagojnë mas 2 deri në 4 javë. Dhe ne, si qenie njerëzore, qoftë në ne shqiptarët e tjerë, kemi qef që aty për aty me na rregullue situata dhe gjendja. Që të jemi me njëherë mirë. Për atë arsye do të thotë mund japim edhe shtesat e ilaçeve tjera derisa të fillohet me reagimin antidepresantit. Me që përmende sepse dilema më e madhe edhe skepticizmi më i madh i rezistencës mos me marr antidepresant është që do të mbahem e varur ose i varur prej tyre. Ata sqarojnë këto. Po, ne kemi disa grupe të ilaçeve, janë grupe të ilaçeve që japin sindromën e vartësisë. I kemi edhe antidepresantet, ata nuk japin sindrom të vartësisë, po sindromën që quhet e ndërprerjes. Do të thotë, çka do të thotë kjo? Në ilaçet kur japin sindromën e vartësisë, rritet toleranca e madhe e organizmit ndaj këtij ilaçit edhe kërkohet shtimi i dozave për me mri efektin fillestar. Ndërsa te antidepresantet e kemi dozën caktume, që është terapeutike, dhe që lunë disa miligram mes asaj terapeutike dhe maksimale. Për shkak se njerëzit nuk mund të abuzojnë, nuk është ilaç që abuzohet. Prandaj s'krijon varësi. Nuk krijon varshmëri. Po e ka çdo që quhet sindromi i ndërprerjes. Kjo nuk është ajo që ne quajmë varshmëri, por është çështja që në momentin e se nalët më njëherë, prishet balanca në tru. Ajo balancë kimike që e mban, domethënë, qelizën nervore në funksionim. Dhe në momentin kur prishet balanca, nuk është mirë. Shembull, ja u jap kështu. Insulina, a jemi të varur për insulinës, kush merr insulinë? Jo, po nëse nuk e merr e prish një balancë. Po çështja e antidepresantit nuk është se te insulina, se insulina do të më marr tani jetën. Ndërsa te antidepresanti si të fillon mu rregullua ajo balancë, e cila nuk vrehet ndryshe përveç aspektit klinik, gjendjes klinike, përmirësimit e situatës, edhe e shohim më njëherë që, domethënë, është koha me fillu më ndërprej gradualisht
që mos t'i ketë ato efektet e padëshirueshme. Kur thua gradualisht, ta zëm, nëse jam të marr një tablet, 1 gram, shembull, se se di si shkon. Po, nëse. Kur du me ndërprehet komplet, ndërprehet gjys grami, ndërprehet një gradualisht, janë skemat varësisht prej pacientit. Po flasim për një larë që është 10 mg, se me gram shumë me. Po, se më në mura vishë shembull. Po, e përgjysmojmë për 3-4 javë, edhe mas 3-4 javë ndërprenë. Ilaçet zakonisht grumbullohen në organizmin tonë, me kohën që e marrin. Ata nëse e kanë një jetë 24 orë, 36 orë, mundos që kur grumbullohet me një sasi mas 1 javë, 2 javësh eliminohet. Dhe kur fillon tash nga gjysëm, ti nuk e ke prish balancën, për shkak se qelizat nervore, mandej mas disa javësh, 4-5 javë, ndërpritet edhe nuk vërehen çato shenja. Pse? Se nuk rritet dëshira për me marrë ilaçin, që është ata që bosh i varun, po është dëshira që shmelon ilaçin. Edhe kjo do të thotë e bën edhe më të thjeshtë atë punë të ndërprerjes së medikamentit. Qysh mundet me dalu, tash ju si profesionist e keni shumë të lehtë, po edhe karshi pacientit, tash ata që po na ndjekin. Kur unë si pacienti juaj që po përdori antidepresant, unë tham jo mirë, po du me ndërprej. Qysh dallohet nga ona profesionale që unë jam mirë për shkak të efektit medikamenteve thellë s'jam mirë hala, që si sa po t'i ndërprej kthejna në gjendjen e mëparshme, dhe kur me të vërtet jam mirë që e kom kalu qatë traumës e qatë gjendje. Për ata si duhet me qenë psikiatër me kuptu sistemin edhe botën... Po du mu bo psikiatër, ne? Edhe me kuptu botën e mbrëmshme të pacientit, ajo që quhet empati. Dhe ne kur fillojmë me kuptu, po çfarë shenja jep që krijohet lidhja, krijohet ajo që quhet relacion terapeutik mes pacientit dhe terapeutit. Dhe gjërat nuk mbahen në fshëtësi, për shkak se nëse mbahen në fshëtësi, edhe nuk thuhen atëherë pacienti ka me qenë ai që do të vuaj prapë, dhe prapë do të rikthehet. Kështu që jo kur përmirësohet gjendja, duhet me mendu të shmenal ilaçin, po kur të stabilizohet. Edhe du ta dinë të gjithë, do më thonë që na ndëgjojnë, se në momentin kur stabilizohet gjendja, duhet shkohet 3, 6, 9 muaj. Nëse është epizodi i parë, shkohet 3 muaj, nëse ka pas kohë, qoftë depresion, qoftë angë, shkohet 6 deri në 9 muaj. Shkak se truri janë me qenë se shumë vështirë për pranon antidepresantin për vynë 2 deri në 4 javë për me reagu, qaq i vynë aj me reagu kur fillon edhe mund ndërprej ilaçi. Zakonisht, kur miren medikamentet të tilla, ka atje jashtë që po na ndjekin persona që për arsye ndryshme përdorin edhe medikamente tjera, të smundjeve tyne kronike, të kutadion. A ka në kombinim që antidepresivet nuk guxojnë me u përdor me diçka tjetër, duhet më ndërprej? Janë ilaçe shumë të mira, për shkak se shkojnë gati me të gjitha ilaçet. Shumë pak ka... Si shqiptarët nuk kanë. Po, shumë pak ka kundërindikacion me të tjerat medikamente. Po thuj se hiq fare. Qoftë nga një herë, për shembull nëse marrin qetësues, e forcon pak ato që quhet sistemin e qetësimit, për ndryshe çfarë do, qoftë antibiotik, qoftë nëse janë të smur kronik prej zemrës, prej mushkënive, prej sheqerit, nuk kanë ndikim në to. Po ndikojnë bile në përmirësimin e tyre, me faktin se përmirësojnë disponimin e tyre. Në sa ma mirë jemi në disponim, aq ma pak kemi ankesa. A vlen edhe për ata me smundje maligne që trajtohen? Po. Vlen. Po. Antidepresanti është, shme thonë, të smundjet edhe në fund të jetës, nëse janë të gjithë përdoren, edhe duhet ta dinë populata se antidepresantet nuk e ndryshojnë gjendjen tonë, nuk na bëjnë robotik, nuk e ndryshojnë sistemin e të mendumit tonë. Nuk duhet me pas frikën se nëse e merr po çmendesh, ose quhesh i çmendur nëse e merr antidepresantin. Jo. Antidepresanti ka rolin që ne të jemi sa ma pak të stresuar, më pak anksios, më të mirë në disponim. Po. Kjo shumë ka rëndësi. Po nëse pacienti ndihet ta zë mirë pas një periudhë shumë të shkurt, e ka një problem pak më të vogël, ka një
frikë ose një ankth ose ku ta diun që është rishtazi. Në rastet të tilla shkohet me doza më të vogla në krahasim me ata pacientë që janë pak më rënd në gjendjen e tyre apo fillohet gjithë me... Po, nëse ka indikacion me marrë ilaç, nëse e ka një gjendje stresi kalimtar... Ma kalimtare, se gjesha fjallin, po. I preferojmë ma shumë psikoterapi. Aha, okej. Nuk e fusim në ilaç. Okej. Po nëse mendohet me u fut në ilaç, është rregull i lartë i antidepresantit. 2 deri në 4 javë vepron, 1 deri në 3 muaj stabilizon, 3 deri në 6 muaj ndalohet. Më thonë është rregull i lartë. Më thonë nuk mujmë për shkak se është protokoll mjekësor. Dhe nuk mujmë me dalë jashtë këtij protokolli. Për shkak se çështja e rikthimit mundet me ndodhë. Se ta quajmë stres i vogël, stres i madh nuk është. Çështja është gjendjet e stresit akut, ku njeriu pëson një frikë aty për aty, qoftë në kuadër të një aksidenti, në një forme ku shef viktima, në kohën e luftës, ose ka sulmu dhe qenë të rrugës. Po, që është traumë... Po, këto strese akute, këto trajtohen për 30 ditë, që shkojnë me ilaçe tjera. Nëse mas 30 ditë e shofim që ka një persistim të simptomave, atër mendohet për antidepresant. Zakonisht, kur një pacient që fillon me përdor antidepresantet, shumë shpesh thuhet që në ditët e para janë ma sensitiv, janë ma melankolik, ma të ndishëm, e ka nevojën për të qajt. Pse ju ndodhë kjo? Është shumë e mirë. Është, domethënë, faza e fillimit të trajtimit. Ne, për nuk e nxorëm ato që e kemi mrenda. Ne duhet në një farë forme, pa marrë parasysh se çfarë është, qoftë edhe përmes shpërthimeve emocionale, duhet ato ta nxjerrim. Për shkak se boshllëku që është krijuar dhe është mbush me sistem të menduarit edhe emocional ndryshe, ai duhet mos zbras. Ajo çka shpesh na vjen si pyetje, kemi edhe të pyetjet këto që tash halla është dynjaja. Thuhet a mund të konsumohen antidepresantet në ndërkohë që kemi festa dhe mund të përdorim alkohol? Se në studimet që lexova dhe unë, se çdo pyetje e marr e këshirë edhe se si po thonë studimet që a është një pyetje që ja vlen me ndëgju përgjigjen, dhe në shumicën e rasteve nuk rekomandoj kombinimi. Shiko, alkoholi, bile edhe... Nuk është i mirë në asnjë dimension. Edhe ngasja e makinës janë të ndaluar. Edhe ngasja, pse? Po, për shkak se jep ndryshimet e vogla të aty për atyshme. Për shembull? Për shembull, mundet me të shpërqendrimi me të largu për një moment saktuar. Mos më qenë mirë i përqendruar. Okej. Më thonë, alkoholi, pse ndalohet alkoholi? Për shkak se alkoholi në vetvete ka një ndikim sedativ, qetësues. Gjithashtu dhe antidepresanti e ka ata. Më thonë, faktikisht me alkohol na kemi dyfishu. Plus asaj nuk njihen mirë reakcionet, çka shkakton në antidepresanti me alkohol në organizëm. Nga njëherë mund të jep alergji. Alergjia është një urgjencë mjekësore. Do të thotë, për atë shkak, për kohën sa merr antidepresant njeriu, krijohet edhe ajo që quhet higjenë jetësore e individit. Do të thonë, mësohet individi me jetu ndryshe. Kur fillojmë ne me qenë mirë në disponim, mos me pas ankthët tona, me qenë ma pak të stresuar, me pas më shumë rendiment në punë, për shkak se depresioni është shkaktari numër 1 në botë me rënien e rendimentit në punë. Merrem me mend. Kam disa statistika të vjetra, po për 100 miliard veç në Evropë që harxhohen për depresion. Do thonë, çaq shumë ndikon në rendimentin e punë. Ai nuk bën të pa aft edhe ti mos më shkon në punë, po pa aftësia e tij është që brenda muajit mësh me mungu 10 ditë në punë. Një ditë po, një ditë jo. Dhe ma keq ndikon në sistemin e individit. Mandej, kur të rritet qaj sistem, ku ishte kombinimi alkoholit me antidepresantin, më thonë rritet efekti qetësues. Në momentin kur rritet efekti qetësues, ai ka me qenë i përgjumun, ka mu mbidozuar nga alkoholi, nuk ka me ditë. Për shkak se rritet. Për atë arsye do të thotë antidepresant, alkohol, vëzitje, ngasje makinës, nga ana mjekësore nuk lejohet. Individi mund me bërë çfarë don, s'është jeta e tij.
Po, e largojmë alkoolin që ta sqarojmë mos të kemi ndonjë keq kuptim, kur jemi të marrë antidepresant 6 muaj, 9 muaj, 12 muaj. Vozitjen që përmendim, mund vozitsim apo me rastin? Jo, normalisht jo, shkruan me të zeza, shkruan në çdo letër që jepet edhe nga farmacisti, se normalisht farmacisti duhet më tregu nga një herë dhe për këto reakcione. Edhe shkruan aty, ngasja me makinë është ndaluar. E ndaluar, jo e rekomanduar. Na nuk e rekomandojmë, po ma mirë është me ndalu. Me ndalu. Tash, një pyetje tjetër pas kësaj deklarate mund vjen, a jam unë fleksibil në punë, nëse përdori antidepresant, po e shëroj veten në shëndetin tim mendor, po mos po e humbi punën sepse s'kam përqendrim të mirë. Antidepresanti është ilaçi që trajton depresionin. Nuk është antidepresanti që ta hu punën për depresionin. Nëse ne marrim ilaçin e kemi qenë mirë dhe funksional. Edhe kemi me qenë funksional. Do thënë nuk ndikon ato janë arsye që mund t'i përdorim për vete. Smundja, jo, antidepresanti është ai që të shëron. Gjithmonë duhet të marrim shembujt me smundjet që janë kronike. Për shembull, një person që me smundje të zemrës, që merr 2-3 ilaçe, a shkon punë? Po? Shkon. Edhe ata me diabet. A mundesh, ose jo a mundesh, normalisht që po, qysh mundesh me dallu një pacient që ka ndërprej terapin pa të njoftu në seancën që e bën një herë në 2 javë, ose si do që është e parashikune. Ta zemën vi në seancën time, psikoterapin, por nuk të regoj që e kam ndërprej medikamente. Shihen rikthimi i shenjave, simptoma. Më thonë, kohët e fundit kam fillu më smundje e mirë, me pas një gjendje të sikletshme, nuk po arrim mu përqëndru mirë, s'po kam vullnet, për shoh që dëshirat kanë fillu me mran, me ngjesi poshtë i randë, ose mazditja për mu, dhe e shef që ne i besojmë që e ka marrë ilaçin, po e shohim që ndoshta ilaçi nuk është shumë efikas. Dhe mandej kur i propozon diçka tjetër, po e kom lënë që 2 javë, që 1 muaj, edhe mandej fillojnë. Mirë, po në njerëzit që janë në depresion janë shumë të sinqert në kuadër të terapisë. Kemi një rast të pacientave tjerë, që hyjnë në grupin e çrregullimeve të personalitetit, ata mund të bëjnë eksperimente, herë ta marrin, herë ta lanë, herë marrin ma shumë, të mendu që mos ka efekt tjetër. Mirë, po ata që janë në depresion edhe në ankth, ata kanë dëshirë që të largohen nga çrregullimi që e prezantojnë dhe janë shumë të saktë në marrje të terapisë. Një frikë tjetër tek këta pacient është kur rastësisht për shkak të angazhimeve, obligimeve, ku ta diun, e harron një ditë tabletën. A mund të ketë efekt shumë të madh mungesa e një dite? Shiko tash, në organizmin tonë, kur hyn një ilaç, e ka dhe kohën e reagimit të tij. Shumica e antidepresantëve e kalojnë 24, 36 orë, disa dhe 3 ditë. Ai që është 36 orë, unë ju rekomandoj, po dhe kolegët e mi, që nëse e ka harru, nëse e ka pas në mëngjes, ta merr ma mirë mbrëmje se ditën që vjen. Më thonë, nuk guxojnë me leju që me ju ik efekti terapeutik. Se çfarë mund të ndodhë? Do të thotë, nëse bjen ai, duhet me prit mandej jo 2 javë, po ndoshta duhet me prit 1 javë për me mri efektin fillestar i ilaçit që ka pas atëherë. Nuk guxojnë me ra në atë që quhet efekt terapeutik i poshtëm të ilaçit. Ta zëm, doktor Bojar, që ta kemi qartë, nëse unë e kam tabletën me e marrë në mëngjes, kam harru, e marrë sot në mbrëmje, nesër, pastaj e marrë në mëngjes? Paradit, po. Nuk është të rëndësishme? Jo, gjithmonë që është orari, e merë veç nëse e ka harru, atër e merë në mbrëmje. Edhe mund ndodhë që qatë natë dhe s'mundet me flejtë, se çdo ilaç që jepet paradit, ai e për me dhonë energji. Se tham që antidepresantët një për roleve të tyre është edhe që na me pas ma shumë energji në vetë vetë, atë energjinë e mbrëmshme që na vynë për funksionet e përditshme në punë, në aktivitetet e tjera. Edhe tash mundos që kur e merr mbrëmje edhe pse ka harru, ata krijojnë një balans të gjumit, po mundos që e ka gjumin pak ma të trazuar. Janë disa lloje të antidepresantëve që kur përshkruhen e kanë edhe të limituar kohën e marrjes, për shembull nëse nuk mirret pas orës 10-11 të mëngjesit,
ndalohet që ajo ditë deri në ditën tjetër? Pse është kjo? Nuk e di, nuk e kam këtë dhënë. A nuk e ki? Jo. Thash që... Unë po flas me studime që i lexova. Po, në bazë të... Unë nuk e kam studiu psikoterapinë. Në bazë të asaj sa qëndron organizëm. Po. Dhe thash që shumica... Kështu shkruaj keni studim. Po, shumica kur e kalojnë janë disa ilaçe që nuk janë 24 orë, ata duhet më marr 2 herë në ditë. Po, okay. Mirë po, edhe kjo u rregullu. Pse? Se kanë bë me molekula që lirohen ngadalë. Domethënë që shkon mbi 24 orë. Ata ilaçe që merren para dite, domethënë nuk kanë një orë të caktuar fiks. Duhet mes orës 8 dhe 10 me u marr. Ai që është në mbrëmje, që kemi disa antidepresant sedativ, ai mirët gjithmonë para gjumit. Mirë po ne ju këshillojmë që njerëzit me rujt atë që quhet orë biologjike. Më thonë që para orës 12 me ranë shtrat, para orës 11 me marrë ilaç. Do thotë që të krijohet cikli taman i gjumit kur duhet të bëhet. Po. Këta pacientë të cilët marrin antidepresant, ndërta edhe këta që kanë sedativ dhe që mirën para gjumit. Nëse kanë me udhëtu, kanë me vëzit gjatë, a duhet me... Pa të s'kam drejt me vëzit, edhe kërë. Nësë kemi qka diskutem. Kush me na vëzit neve? S'kan drejt me vëzit. Po që kanë me udhëtu merën plane, kanë procedura. Po, procedure, merë autobusin, taksin, ka plot mjetë tjera të komunikacionet. Okej, dhe me thë, jo me anashkalu mos me marrë hapin, por me ndjekë tjera. Ajo mandej, shiko, njëherë e merë, njëherë nuk e merë, në organizmin tonë krijohet një gjendje emocionale e stabile. Momentin kur krijohet gjendje emocionale e stabile, atëherë, se ki e plot individ që thënë, 2 ditë jem konë mirë, 3 ditë s'jem mirë. Dhe kjo varion edhe nga efekti i ilaçit dhe marrja dhe mos marrja e tij. Për atë arsye do thotë kanë dalë shumë teknika tjera, qoftë psikoterapia, qoftë për RTMS-in që kemi diskutuar. Që kemi diskutuar dhe që është një prej pajisjeve më inovative në rezonancë. Përmes RTMS-it, nëse e marrin, pas 10 minutave mund ta kryejnë çdo aktivitet. Apo? Po, kuptimin me nga makinën e gjonat e tjera. Normalisht funksionon. Po. Kjo RTMS-i është pjesë e kombinim e antidepresant dhe psikoterapisë krejt që pacienti sa më shpejt ta marr veten? Po, RTMS-i është terapi antidepresant, anti-ankthit, anti-stresit dhe i cili nuk kërkon mandej monitorim ose titrim se nga njëherë në Kosovë jo, po diku e marrën edhe në gjak e këshyrin që shpo reagon ilaçi, a ka të mjaftu, shumë ashtu e marrë me rregull e tjera e tjera. Nërsa RTMS-i ka të gjitha këto të larguara, plus asaj njerëzit mund të bëjnë gjitha veprimet, mirë po për alkohol këshillohen mos me marrë. Mos me marrë, shumë mirë, edhe ashtu është shumë i dëmshëm për shëndetin. Me që përmende RTMS-in, na shumë herë kemi spjegu për ata që se din në spitalin e varësive Rezonanca 3 që ndodhet në Magjistralin Prishtinë Ferizaj, kanë edhe këtë shërbim që është inovativ dhe që përveç që s'është në Kosovë, është as në rajon diku nuk e di që bëhet si trajtim. Nëse atje jashtë se e them ma herët një fjali që the shqiptarët kanë qef për ngut me u shëru, me i kry ma shpejt procedurat. A është RTMS një prej atyre që nëse në gjendjet e lehta reagon edhe pa antidepresant, pa medikamente? Çdo gjë, urgjencë në psikiatri e quajmë 30 ditë. 30 ditë. Po, nuk është infarkt miokardit, po që duhet me reagu brenda 5 minuta. Po, okej, e qartë, e kuptu mesazhin. E di që ata pacienta që po na ndjekin edhe kanë ndjeshmërinë shumë më të lartë në secilin prej pyetjeve që unë po të bëj sepse përballen vetë me këto probleme. Por pacientët të cilët për një kohë janë trajtuar, kanë qenë mirë, janë shëruar, ta themi, nga gjendja atyre shëndetit mendore emocionale ku ta diun, por pas 3 viteve, 5 viteve përballen me të njëjtën situatë. A ka një avantazh të asaj se e njohin gjendjen në çka po dojnë me kalu edhe vinë ma shpejt në reagim? Shumë mirë e the. Çdo gjendje depresive që të kalojnë individët, tashmë e ka një përvojë. Sikur stazhin që e bëjnë njerëzit. Do thotë e ka tashmë. Edhe është më i përgatitur se çfarë mund t'i ndodhë. Edhe plus asaj është vërtetuar edhe shkencërisht se simptomat të cilat paraqiten janë shumë më të lehta se ç'i ka pas në fillim. Tek rikthimi, mirë po është frika që mos po bjen në një gjendje të mëparshme.
Dhe reagojnë më shpejt. Kjo frikë paraprake, më thonë e rrit ankthin, po jo depresionin. Shkak se në ankthin të na me qatë frikën paraprake, se ta në kohën mos po ndodh diçka. Harrojmë me jetu të tashmen, të mendu se çka mundet me ndodh me neve. Edhe një pyetje, gratë shtatzana dhe nonat gjithanë, se a mund të nënshtrohen terapive, psikoterapive të kombinuara me antidepresant? Jo. Jo. Mas 3 mujorit të parë, mund të japen disa ilaçe, ndërsa në momentin kur jep gjë fëmijës, duhet mund ndërprej, ose fëmijën duhet me largu nga gjë. Për shkak se ilaçi kalon në çushtin e nënës. Është rregull mjekësore për kretë mjekësinë, do thotë që sidomos në 3 muajt e parë të shtatzanisë nuk jepën ilaçe përveç se nëse janë të domosdoshme, ku shihet risk-benefit. Nëse ne kemi një paciente që në pësos këm pas rastin, që është suicidale, atëherë, dhe më thonë, mirët risku. Nuk është vërtetua se mund të japin ndryshime gjenetike në foshnje, mirë po e kanë të ndaluar. Së është vërtetuar a sekundër ta ende. Ta bona këtë pyetje sepse marë parasysh nga statistikat të dhëna atë njohuri që kemi, gratë të shtatzana pas lindjes në predispozit të madhe janë ato që bie në depresion të fazat të rënda emocionale. Është depresioni postpartum që ne pas lindjes, është për depresioneve të rënda. Është shumë i vrullshëm, i shpejt, të i kalon shpejt, mirë po reagimi duhet me qenë efikas. Kur është gjendje shumë e rëndë, rekomandohet ndërprerja gjithonjës që nona të futet në antidepresant? Me njerë futet në terapi antidepresante. Këto trajtime të këto raste, a zgjasin ma shumë se tek rastet e ndodhive tjera, e gjendjeve tjera? Shiko, vetë lindja është një traumë. Plus asaj, depresioni, dhe më thonë faktikisht janë të ndërlidhuna shumë. Tash edhe më varet prej simptomave që prezentojnë. Nëse është simptoma që nuk e donë fëmijën e vetë, e shef ndryshe, ose e donë shumë i dhimbet, ose ka manifestime suicidale, atër trajtimi bëhet brenda spitalit psikiatrik, jo ambulator, për vetvrasje nëse më ndonë. Më thonë, edhe këto, dhe thotë, janë ma komplekse dhe trajtojnë brenda spitalit psikiatrik. Më thonë, nuk lejo që ambulatorisht një personi tillë të trajtohet. Doktor Bojar, pse mundet me ardhë organizmi i një gruaje deri në këtë pikë pas një momenti që ndoshta e pret për 9 muaj me gëzim, me dashni, pse vjen? Ç'a ndodh me organizmin? Janë shumë faktorë. Disa. Se nuk është një. Gjithmonë kemi na 3 faktorë të artë. Është biologjik, psikologjik edhe social. Jeta si e ka kaluar gjatë shtatzanisë, sistemi të menduarit e tij, edhe sa ka dopamin në rezervë për me përballu. A ka predispozita një gru shtatzan gjatë shtatzanisë me dhonë shenja që do të përballet me gjendje? Ka shumë anksioze, po ai ankth mirët ma shumë si preokupim ndaj bebes, ndaj frutit që ka me e bo. Edhe është shumë interesant, nanat që janë anksioze, gjatë shtatzanisë i humbët shërohen vetvetiju. Shumë interesant, 99%, së po them 100%, shërohen vetvetiju për shkak se në ankth janë preokupimet ndaj veti. Tashmë nuk i ka preokupimet ndaj veti, ka ndaj frutit, ndaj bebes, edhe e kalojnë fenomenal. Edhe thotë, si linda ma nisëm prap frikat, anktët e këto, ma mirë më pas në shtatzan. Në atë kuptimin thojza po ishtim. I ndrohet fokusi i frikës apo e... Ndërsa kur flasim për depresionet pas lindjes, janë shumë specifike, janë shumë të vrullshme. Edhe dhe më thonë, reagimi është i aty për atysh. Cilat janë shenjat e para që një nën i jep që po kalon një depresion postnatal? Me njerë shihen mas lindjes. Reagimet, cilat? Reagimet janë nuk e du fëmin, çka po ndodh me mu, pse jem këtu. Më thonë, janë shumë elemente me të cilat ndoshta edhe përmes televizion nuk du të thuhen. Janë qartë të vrullshme. Edhe janë shpesh edhe fatale. Po. Që kemi pas mundësinë të trajtojmë edhe si temë, po me që ishte pjesë e diskutimit. Cili do të ishte mesazhi juaj, doktor Bojar, për krejt ata që fatmirësisht, po e thëmë, kujdesen për shëndetin e tyre mendor dhe janë duke marrë terapi, medikamente antidepresiv të rekomanduar nga psikiatri. Cili është mesazhi kryesor që ata gjatë marrjes së këtyre medikamenteve duhet të dinë? Për të gjithë ata që marrin antidepresant, ta marrin rregullisht terapin,
të jenë në konsultat e vazhdueshme me psikiatrin që i ka përshkruar terapi, të mbajnë një higjiene jetësore, me faktin se ne nuk e diskutuam, po tash çështja që edhe kur marrin antidepresant mund me shtunë pesh, sidomos te gratë është pak pengesë. Për atë arsye do të thotë nuk i pengon antidepresanti nëse bëjnë fitness, mirën me sport, bëjnë aktivitete të ndryshme. Edhe tek e fundit nëse shohin që po shten pesh, më konsultu me një dietolog me pa çfarë ushqimesh, intoleranca ushqimeve e tjera e tjera. Mirë po mos ta marrin guximin me nal vetë antidepresante. Ne kemi një pjesë të pacientëve që e nalin vetë që ndikojnë shumë për shkaqe ekonomike. Më thonë, nuk duhet me shku të doktori se për me nal, ai ka më thonë me nal, unë e nali vetë, sa që shkëm me pagu edhe vizitën mjekësore. Cilat janë pasojat në këtë rast? Po, rikthimi gjithmonë. Në gjendje në... Mas sa kohë mund të jetë? Po tash frika, me qenë se thamë se antidepresante nuk jep sindrom të vartësisë, po të ndërprerjes, mas 3-4 dite i shohin shenjat. Dite, po, se i duket që ka një formë të elektricitetit në trunë, diçka, shkak se neuronet mos ne fillojnë me marr veten, për me marr veten ju vjen 2-3 javë aty në. Informacione shumë të rëndësishme, po shpresoj shumë që ata që po na ndjekin ta marrin shumë seriozisht, sepse aq sa seriozisht duhet ta marrim shëndetin mendor, aq edhe është një proces, një protokoll që duhet ta ndjekim, që të jemi mirë dhe të jemi vetja siç jemi kanë më herët. Ky protokoll përdoret edhe tek pacientët të cilët vinë për trajtim të varësive në rezonanca, po. Domethënë, ata kanë një formë tjetër të terapisë, mirë, po kur kanë nevojë për antidepresant, është protokollin e njëjtë, po. Sepse për ata që e kanë për herë të parë duke ndëgju, doktori Bujar është pjesë e spitalit Rezonanca 3, spitali varësive, ku çdo ditë kemi raste suksesi pacientë që trajtohen nga substancat narkotike, nga alkooli, nga lorat e fatit, medikamente të ndryshme që ata mund të eksperimentojnë, që tha dhe doktor Bujari, që krijojnë varësi dhe që ndryshon edhe stili jetës edhe komplet qasja ndaj familjes, ndaj jetës, ndaj punës. Dhe është vetëm një pikë në Kosovë dhe rajon që mirret me trajtimin, por edhe me shërimin e këtyre varësive në spitalin Rezonanca 3. Po besoj tash ka pacientë të cilët po trajtohen, ende është substancat narkotike ajo më e larta që kërkon? Po, ne i trajtojmë gjithë format e çrregullimeve psiqike, mirë, po më shumë kemi të kësaj natyre, të varësisë nga substancat. Dhe gjithmonë më shumë janë rini, djemë dhe vajzat të reja. Zakonisht është smundje e rinisë. Po, fatkeqësisht. Doktor Bujar, të falenderoj shumë që çdo herë je pozitiv në qasjen dhe përgjigjen për të qenë pranë qytetarëve, shikuesve tanë, pacientëve tonë këtë rast. Dhe ju falenderoj për ftesën, besoj që kam kontribu. Çdo herë është kënaqësi me të ndëgju edhe me mësu kaq shumë nga eksperjenca juaj, sepse përveç gjithmonë e tham, përveç shkollës që përfundojmë, është pacienti, është klienti, është ajo që çdo ditë ndajmë me ta, që na jep edhe më shumë përditësim dhe përvoja është ende më e pasqyruar dhe më afër ngjeshmërisë dhe empatisë ndaj çdo problemi të vogël të madh atje jashtë. Kështu që faleminderit shumë. Edhe ju vetë. Shumë kënaqësi me të pas studio. Faleminderit. Dashur miq, kemi qenë kështu bashkë me doktor Bujar Berisha, një prej psikiatrëve që unë e vlerësoj shumë dhe që nga praktika kemi vërtetuar nga pacientët të cilët kemi pas mundësi të kontaktojmë, që kanë qenë pacientë e doktor Bujarit, që me të vërtet shëndeti mendor e kemi në dorën tonë. Nëse ne e trajtojmë mirë e ashtu siç e meriton, shëndeti mendor do të na jep një rezultat edhe në shëndetin tonë fizik të përgjithshëm. Kur mendjen e kemi të shëndosh, kur mendojmë pozitivisht, kur e duam veten, kur e duam ato që bëjmë çdo ditë, kur e duam njerëz që na rrethojnë, patjetër që shëndeti fizik dhe shëndeti përgjithshëm do të jenë pjesë e pandashme e rrugtimit tonë deri në ditën e fundit të jetës. Kështu që kushtoni vëmendje të veçantë shëndetit tuaj mendor. Psikiatri, psikologu janë pjesë e pandashme e jetës tonë. Mos e merrni si tabu, lëni stereotipet, nuk ka varësi nga antidepresantet, nuk ka varësi nga psikologu, nuk ka varësi nga psikiatri. Ajo që ka varësi është nga problemet që na rrethojnë dhe ankthin të cilën dëshirojmë dhe ta bindim veten me jetu me ta. Po shkojmë në diçka krejt tjetër, po shkojmë të fokusohemi tek
barku, tek lukti, tek shija, aty ku rrallë ka persona që i rezistojnë ushqimeve të shishme. Është një mike imja që unë nuk i rezistoj shkrimeve të saj çdo herë, po me gjas nuk do t'i rezistoj as kuzhinës të recetave të saj. Flutur Mustafa pas pak.